Po ajo kënga Sherry Sherry Lady, do ma këndosh edhe një herë sot se më ka marrë malli ta dëgjoj nga. Sherry Sherry Lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Ku ka shkuar dhëmbët? Dhëmbët i ka nga mjeka që nga karamelja. Unë nuk isham si shëm të spitali. Çfarë kisha atë ditë, ishe me grip? Thjesht kisham sëmundjen e puthjes. Ti e mban mend në një gjë të bukur kur kishe në barku mamit si ishte aty? Ishte ngrohtë, ishte comfortable, edhe kur ndjerim jashtë e di si shonim, sepse ato nuk ishin jashtë botës, edhe aty ishte warm edhe comfortable aty brenda, prandaj po shajnë. Çfarë është dashuria? Dashuria është duke puthur njëri tjetrin, loving each other, having fun with each other. Ti ke ndonjë shok që e ke shumë xhan që e do shumë? Zedi, edhe kur shkoj ai në shkollë, unë mërzita shumë. Ta ka bërë zemrën që të këndoj apo ta ka mërzitur zemrën ai? Ma ka thyrë zemrën se iku. Po tani jam me fokusuar shumë të muzika. Gimme a man after midnight. Won't somebody help me chase the shadows away. Është gjë e bukur dashuria si mendon Është ti? gjë e bukur dashuria. Po ka dhe dhimbje pak. Kur shkon në shumë effort ka pak dhimbje. Po si krijohet bebja te barku mamit? Ka një bezë, edhe ka disa peshq të veq vogël, edhe kur shkon brenda atje i pari, fiton. Edhe pastaj rritet një gocë ose një çunë. Të pëlqen ti je famshme që të bësh këngëtare apo? Po, ti me famshme si Sabrina, Taylor Swift. Po pse të pëlqen fama? Çdo thotë ti je famshme. Ti jem milioner, bilioner, ti jem famoze. Gjithë bota të plasi për mua. Ashtu po ti je milioner dhe bilioner, çfarë ndryshimi do kesh? Do ja jem njerëzit që nuk kanë lekë, do i ndihmoj. Nëse do t'i lutesh e Zotit që njerëzit e këqij të bëheshin të mirë si njerëzit e mirë, çfarë do t'i thojë atij? Që të bëheshin gjithë njerëzit të mirë edhe të duajnë njëri tjetrin. Cili është gabimi më i madh që bëjnë të mëdhenj, si mendon ti? Gabimi më i madh është një argument që bëjnë të shumë të madh edhe rritet kur plasën edhe pastaj ato ndajnë nga njëri tjetri. Njerëzit mos arrin deri te ky shpërthim i madh, çfarë duhet bëjnë atëherë që ta parandalojnë këtë? Të qetësohen, të bëjnë pak make-up with each other edhe pastaj it's all done. Happy face është, anger face është, cute face. Mendimet vijnë nga zemra apo nga truri, si thua ti? Mendimet vijnë nga truri, po ajo love vijnë nga zemra. Shumë love për ty. Po. Ta kam dhënë unë ty. Po ato lula është të bukura. Një për ty. Po sa bukur që me ke kombinuar fiks me ngjyrat e mia të preferuara. Ka dhe një posull aty që e ke shkruar ti, të falenderoj nga zemra një. Shumë faleminderit. Do ta lexosh vetë atë posullën aty që ke shkruar një kartolin. Po, ato të voglen. Ato të voglen aty do ta marrësh që ta shikojmë ta lexojmë çfarë shkruhet? Po. Dua të dalim bashk? Një ditë. Po. Alketa të dua shumë. Unë të dua më shumë. Edhe unë. E disa egzoriam që ke ardhur këtu. Okay. Ndihesh rat? Po, ndihesh shumë rat. Nuk të dhëmbin këmbët, muskujt, kurizi, Ja, si që nuk dhe. Ja? Ja. Po nëse i dhem ndonjë muskull? No. Jo? Po ndonjëherë ja dhëmb. Po ti çfarë bën? I bën masazh kur lodhet nëna? Po. Po je kënaqur që ke ardhur te Alketa njerë se s'u bë gjithë kjo kohë që s'ka Unë jam parë. zemra nënës, unë jam jeta nënës. Ti je zemra dhe jeta nënës, po vllai jot çfarë është? Edhe ai. Unë dhe Kiani jam ilaçi i nënës. Ilaçi i nënës, çdo fëmijë është ilaç për nënën. Po dhëmbët ku ka shkuar dhëmbët? Dhëmbët i ka nga mjeka që nga karamelja. Pas ka nikur dhëmbët, do na dali dhëmbët e rinj. Po, do m'dali, kjo ka rënë. Po ti pse han aq shumë karamele? Ti te Peter Pani kishte thënë Alketa se nuk do haje sheqer shumë, sa i sheqeri na i han dhëmbët na i gryen. Po isha me vogël unë atëherë. Tani që je rritur dhe e bërë madhe? Po, nuk ka shumë karamele unë. Më shumë haj dark chocolate, edhe ajo është healthy chocolate. Healthy chocolate, do një copë se kam unë pak me vete apo jo tani? Jo tani, bas podcastit. Bas podcastit ama? Një copë çokoladë dark chocolate? Do ta ndajmë bashkë, okay? E kam dhe me lethi, shumë të mirë. Sikur ta dija që ti ke qef çokoladat. Po këto sytë e kaltër kujt e ke marrë ti kaq të bukura? I ka marrë nga babi. Kush është më i bukur, mami apo babi?
Të dy janë shumë të bukur. Të dy shumë të bukur janë pra se ti kam parë prindrit. Thash se mos kishin ndonjë preferencë pak më shumë për ndonjërin nga të dy. Mami I ka këto buzën të njëjtën si mua dhe këto rrudhat e buzës të njëjta si mua. E pas ke studiuar mirë, ëh? Edhe babi kur ishte I vogël ishte me flokë bjonde dhe me sebiqell, ishte si mua, po ndonjëherë ndryshojnë gjërat e flokëve. Babi ishte njëjtë si mua, ka dy preferenca që jam të njëjta si unë, mami dhe babi, jam të njëjta. A të kishte marrë ndonjë çik malli për Alketën ty se mua më kishte marrë shumë malli. Po kishte marrë shumë malli. E shikon ndonjëherë Peter Panin të YouTube-it ti? Ndonjëherë shkoj. Kush të pëlqen më shumë si moment aty? Më shumë momenti që më pëlqeu ishte momenti I parë. Çfarë kemi thënë aty, son se majmund fare? Aty isha si pak mistrece, po më pëlqeu shumë ai momenti. Po ajo kënga Sherry Sherry Lady, do ma këndosh edhe një herë sot se më ka marrë malli ta dëgjoj nga. Sherry Sherry Lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, like there's no tomorrow. Take my heart to lose it. Listen to your heart. Dëgjoj, e ke pasuruar në një koleksionin muzikor apo jo? E kam bërë më të madh. Më të madhe ke bërë, po ke ndonjë këngë të re? Që s'ta kam dëgjuar? Kam. Kë për shembull? Turn around. Every now and then get a little bit lonely and never come around. Bonnie Tyler. Këndoj edhe pak, këndoj se shumë e bukur kjo këngë. Turn around. Every now and then get a little bit tired of this is a sun. My turn around. Bright eyes. Edhe tim duhet ta këndoj ato turn around. Shumë bukur e ke kënduar, disa më ke pëlqyer. Kur është ajo strofa edhe është afër tek ajo every now and then I fall apart And I need you more than ever and if you only hold me tight dhe bëjmë të dyja. We'll be holding on. Hold me tight. We'll be holding on forever. Edhe një herë. We'll be holding on. Only tight. Edhe një And herë. we'll be only holding tight. And we'll be only on forever. And we'll be only be making it right. 'Cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. Your love's like a shadow to me all of the time. All of the time. I don't know what to do and I'm always in the dark. We live like a park and giving us sparks. I really need it tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start to once upon a time there was light in my life, but now it's only love in the dark. Do ta bësh edhe një herë këtë strofën e fundit? Edhe një herë, se është fantastike kjo strofa fundit. Once upon a time there's light in my life, but now there's only love in the dark. There's nothing I do, a total eclipse of the heart. Po nga e ke marrë këtë talent për të interpretuar kaq bukur Ka Minore? marrë nga babi, nga profesor Landi edhe nga mami. Po ti u zgënjeve që nuk të pranuan X Factor ata antarët e jurisë? Jo, ato nuk më lejuan se isha me zot keq. Unë thjesht isham shumë e vogël. Ato lejoni vetëm në moshën 12-13 këto, të mdhajat. Ti sa vjeç je tani Nora? 5. Po ti do vish kur të rritesh aty? Po do vi. Se nga 6-7 vjeçës sipër ne fillojmë i pranojmë fëmijët e X Factor Kidsi. e di. Se i publiku u çua në këmbë kur dole ti, sidomos kur more vllajën tënd të vogël. Kujdesesh gjithmonë për vllajën ti? Po kujdesem gjithmonë. Ai këndon me ty ndonjëherë? Ai këndon. Kë kënduat juve aty një këngë të dy bashk? Neve më shumë këndoj Who Took the Cookie from the Cookie Jar. Sa i pëlqen versioni me oktapod me këto. Aha, po atë tjetrën si quhet ajo Die with a Smile? And die with a smile. Po këtë nuk dhe këndoj. Po pse s'do e këndosh? Kam disa kënga tjera. Po pse kjo shumë e Kam bukur dhe këtë? abën. Ti do bësh ajo goca me flok brune dhe me si brune. Unë do bëj ajo goca tjetër. Ti bjondja unë brunja, ha? Edhe pse i kanë flokët e bardha s'ka problem. Le të imagjinojmë të supozojmë që i kanë brune flokët. Po cilën këngë s'unë se di këngën të Po do abëve? veshin dhe kufjet. Po s'kemi kufje pra, e kemi pa kufje këtë podcastin, s'ka gjë pa kufje. Ja. Cila këngë është ajo? Aba. Po cila këngë? Këndoj një herë ti vetëm? Gimme a man after The midnight. midnight. Ta këndoj.
help as well, and I want you to lay show in my flat alone. How I hate to spend the evening on my own. Autumn winds blowing outside the window as I look around the room, and it makes me so depressed to see the gloom. There's not a soul out there, no one to hear my prayer. Give me a man after midnight. Won't somebody help me chase the shadows away? Give me a man after midnight. Take me through darkness to the break of the day. Ti për mua vjen X Factor, nuk ka diskutim. Okay. Se ti e ke faktorin X, Monara. Kur ishte ajo nata që uftuan gjithë kalamaj që ishte në minuar, unë nuk isha si shëm të spitali, unë ju pash. Po çfarë po bëje në spital ti? Unë po bëja serum. Pse ishe smur? Po, e bëra një këtu ditën që do dinim a do hikja të spitali apo jo. Po pse ishe smur, të kështë zënë një grip? Unë hika të ditën, po thjesht më bërë një zhilpër të vogël sa ma din a do hikja apo jo. Po ishe smur, ç'a kisha atë ditë, ishe me grip? Jo, nuk isha me grip, po thjesht kisha sëmundjen e puthjes. Oh, sëmundja puthjes. Të kishin puthur shumë njerëz? Të kishin përqafuar? Edhe një nga ato kishte një infeksione dhe prandaj ma dha mua. U mërzite shumë të ato ditë që ishe në spital, apo u bëre kurioze dhe tani këtu duhet ti drejtohem mjekëve se... Mërzita, unë isha edhe pa kurioze që thash mamit, a mama, a ka atë gjilpërën, apo është një tub plastik? Aty ishte gjilpëra, po unë nuk e dija që ishte gjilpëra. Atëherë unë pastaj isha mirë, sepse tani nuk isha më frikë nga kjo. Dëgjo, ne duhet i kemi frikë doktorët? Jo. Nuk duhet i kemi frikë doktorët, apo jo sa ata i shërojnë fëmijët. Pa. Dhe e mira është që mos kemi dhimbje në këtë jetë, apo jo, prandaj shkojmë te doktorët. Disa doktori bëjnë analizat pak fort, por kur të rritesh dhe kuptosh që analiza nuk janë kaq scary. Nuk janë kaq scary, apo jo? Jo, nuk janë. Sepse vetëm në atë mënyrë duke u bërë shok me... Po thjesht kemi frikë se ato na e bëjnë fort apo jo, prandaj. Po neve e dim që kur smuremi duhet të bëhemi shumë shok me doktorët, apo jo? Ata janë shok të mirë të fëmijëve. Janë shok të mirë. Po, sepse ata na shërojnë neve. Po. Edhe ti sa ditë ndejte atje në spital? Unë ndejta 5-6 ditë. Këta fëmijët që kanë ardhur këtu te podcasti, te Inspire Kidsi, të tërë më kanë thënë se çfarë mbajnë mend nga koha që kanë qenë te barku mamit. Më kanë thënë gjëra shumë interesante. Ti e mban mend në një gjë të bukur kur kishin te barku mamit si ishte aty? Ishte ngrohtë. Ishte comfortable, edhe kur nxjerrim jashtë e di si shanim. Sepse ato nuk ishin jashtë botës, edhe aty ishte warm edhe comfortable aty brenda, prandaj po shajnë. Ishte shumë comfortable aty brenda, ndërsa jashtë ligjet e botës nuk ishin aq interesante, ë? Po. Prandaj shajnë të gjithë fëmijët kur dalin Prandaj jashtë. shajni. Nga barku mamit? Po. Po tjetër çfarë bën mend ti aty? Si ishte aty shtëpia brenda barkut? Shtëpia brenda barkut ishte thjesht e kuqe. Ashtu e shikon ti e mban mend në imagjinatën tënde të kuqe, ë? Po. Aha, bukur ishte. E kuqe e gjithë, edhe ishte një kort te barku im, edhe shkoi deri te kërthiza. Aha, ishe e lidhur me mamën time atë kordonin e bukur? Pa. Pa i kordoni si ishte, kështu me perla të bukura? Ja. Nuk ishte me perla, ishte thjesht origjinal i kuq. I kuq ishte, ë? Pa. I kuq ndoshta si ngjyra dashurisë, si ngjyra e zemrës? Pa. Po pastaj kur dole dhe e pa mamin tënd ti, ai momenti që e pe për herë të parë. Po unë nuk e pash, se unë i kisha pse në mbyllur. Kur japa avash syt, unë e pash mamin. Po herën e parë kur e pe mamin tënd, si të duk mami jot? Unë isha shumë kurioze se unë i kisha syt të mbyllura edhe unë shikoja vetëm gjëra të zeza. Aha. Edhe pastaj kur e pe mamin, si të duk mami? E bukur. E bukur e mrekullueshme? Po takimi parë me babin e mban mend? Si ishte? Fjala ime që thash unë ishte mama. Ajo ishte fjala parë, mama, ë? Po. Është fjala më e bukur në botë, fjala mama? Pa. Apo ka ndonjë fjalë tjetër më të bukur? Edhe baba, edhe nana, edhe gjyshi.
Cila është fjala më e bukur mbas këtyre fjalëve në gjuhën shqipe që mendon ti? Gjitha janë të bukura. Po pse nuk i përdorin njerëzit këto fjalët e bukura, po përdorin ndonjëherë dhe fjalë të shëmtuara me noara? Po Sa të ndonjëherë çuditshëm janë. ndonjëherë njerëzit duan shumë telefonin edhe shkojnë budalliqet edhe prandaj mësojnë ato fjala këshia budalliqe. Po këta njerëzit e rritur që zihen me njëri tjetrin edhe flasin fjalë të shëmtuara, nuk flasin fjalë të bukura të gjuhës shqipe. Si t'ja bëjmë? Çfarë ti themi atyre? T'ja thuajmë dashuria nuk është duke zjerë me njëri tjetrin, është që duke puthur njëri tjetrin, duke loving each other. Po të na zë kjo sëmundja puthje, si të bëjmë pastaj? Kjo sëmundje puthjes do iki sa mbaroj kjo muaj. Edhe shërohemi pastaj, Po ë? shëremi. Po mi si çdo e mirë ka dhe kjo një të keqe. Kështu le të themi. Pa. Tani kjo sëmundja e puthjes, duke si sëmundje e bukur edhe unë e di si them për shembull, them aman le të vuajnë të gjithë nga kjo sëmundje, të duan ti përqafojnë dhe ti puthin gjithmonë njerëzit. Po sëmundja puthjes ajo nuk është si e kupton ti Alketa. Ajo është sëmundje puthjes është sepse njerëzit puthin shumë edhe marrin disa infeksione nga disa njerëz. Marrin viruse. Ky është ai virusi puthjes. Për këtë shkove ti në spital dhe u kurove pastaj. Pa. Ndërsa ky që thot Alketa është një tjetër sëmundje puthje. Tjetër. Kjo duket si sëmundje mirë. Pa. Si e mendon ti këtë? Sëmundja e përqafimit. Sëmundja e fjalëve të dashurisë. Po ajo as nuk është një sëmundje. Nuk është sëmundje ajo. Si t'ja vëm emrin edhe? Si t'ja vëm emrin asaj? Sëmundje e Shëvaletinit. Që njerëzit të duhen mundësisht çdo ditë, 365 ditë, si thot Alketa? Pa. Të 365 ditë duhet të themi të dua të përqafoj të puthemi apo jo? Pa. Je dakord ti me këtë ide? It's like an almost full year. Yes, do të thënë një vit i plot. Pra një vit i plot, një rrotullim i plot rreth diellit, jo një ditë. Ç'kuptim ka një ditë? Ta puthim një ditë dhe ti themi të dua një ditë vetëm në arës. Ta mbush zemrën ty kjo? Ja. Ja. Për ata që nuk e kuptojnë çfarë është dashuria, si mendon ti, si do t'ja shpjegojmë çfarë është dashuria? Dashuria është duke puthur njëri tjetrin, loving each other, having fun with each other. Ti ke ndonjë shok që e ke shumë xhan që e do shumë? Ron ishte një shok që kisha mund vjet, edhe Zed. Po të Zedi. kishe 2 shok apo 1? Kisha 2 shok. Po kush ishte i preferuari, pak më i preferuar? Zed? Zedi. Po nga ishte ky Zedi? Shqiptar? Ishte shqiptar. Po sa emër të bukur pas ka ky s'kisha A dëgjuar ishte ndonjë. shoku i mu i preferuar. Edhe shokët të tjerë budalliqe. Aha, po çfarë janë këto budalliqe? Budalliqe interneti, 6-7 brain rot. Po ky djali i Zedi? Zedi nuk bënte ishte- budalliqe, nuk thoshte Nuk bënte budalliqe. budalliqe. Edhe kur shkoi ai në shkollë, unë mërzita shumë. Pse? Se iku? Se iku. Po çfarë Ishte ndjehet? shoku i mu i preferuar. çfarë Tani ndjehet? kam disa shokë me budallejn. O bo, Zedi, na pas ka mërzitur shumë. Po. Nga bëhet ai Zedi tani, s'ke asnjë kontakt? Jo. No kontakt? No. Zero kontakt. Zero kontakt. Ta theu pak zemrën? He broke your heart? Apo të ka bërë që your heart të jetë happy? Ta ka bërë zemrën që të të këndoj apo ta ka mërzitur zemrën ai? Më ka thyrë zemrën se iku. Po tani jam me fokusuar shumë te muzika. Je fokusuar te muzika dhe muzika po të shpëton ty? Si e shëron muzika zemrën e thyrë? Ma shëron që më lumëtëron, po në njërë ku babi më stop, unë mërzitem. Po mirë këtë këngën që këndove tani Total Eclipse of the Heart, mos e këndove për Zedin gjë? Do knaqet ai kur ta dëgjoj. E diti ç'do me thënë Total Eclipse of the Heart? Qarë? Eklipsin e diti çfarë është? No. Eklipsi është kur hëna A, e di. mbulohet nga dielli. Hëna mbulohet të dielli edhe krijon një bright flashing light. Ti duhet veshësh vetëm syze Bravo. ta shikosh. Bravo. Tani Total Eclipse of the Heart e imagjinon dot si mund të jetë? Nuk e kam para asnjëherë, po ti kam bërë një video në internet. Zemrat bashkohen me njëra tjetrën dhe bëhet një Total Eclipse of the Heart. Bëhen një gjë e përbashkët, e kupton? Siç bëhet hëna dhe dielli që bëhen si një gjë e përbashkët dhe ikën drita, ashtu bëhen edhe dy zemra kur bashkohen. Po. Është gjë e bukur dashuria si mendon Është ti? e bukur dashuria. Po ka dhe dhimbje pak, ë? Po, ka pak. Pak dhimbje. Kur shkon në shumë effort ka pak dhimbje. Kur shkon në shumë përpjekje të mëdha, po ti nuk duhet përpiqesh për dashurinë. Apo jo? Jo. Dashuria thjesht duhet të vi, duhet të ndodhi. Po. Çfarë ka bërë ai Zedi që të të bëj të lumtur ty? Ai Zedi që më ka lumturuar ishte i mirë.
calm. Edhe ai më përqafonte sa herë unë t'isham lonely. Ndihesh lonely ti ndonjëherë, ndihesh e vetmuar ndonjëherë? Jo, tani jam e lumtur, jam e rritur. Po atëherë pse ndihesh e pak lonely? Unë isham pak më i vogël, isham 4 vjeç. Aha. Ishe 4 vjeç dhe ishe pak më e ndihesh e vetmuar ndonjëherë dhe Po duhej. isham 4 vjeç atje. Edhe kur je 4 vjeç ndihesh pak i vetmuar, ë? Po për vajzat e tjera që janë zemërthyera, çfarë këshille ke ti? Si ta ngjisin zemrën ato kur ju thyet? Unë do i përqafoj, do i bëj një big hug, edhe unë do i bëj një puthje. Po ti çfarë do t'i japësh një këshill atyre që ato të mos e thyejnë zemrën, ta mbrojnë zemrën e tyre dhe të mos mërziten? Mbrojeni zemrën të tënde edhe mos u mërzitni. Po si mos mërziten ato, se kanë në dorë, se i mërzisin ata çunat, ata princat e kaltër. E di unë, ndonjëherë i mërzitin, po ndonjëherë girls power i mërzitin çunat. Ha, po ti e ke mërzit Zedin ndonjëherë? Jo, asnjëherë. Ti nuk ja ke thyer zemrën atij, ë? Ja kam thyer zemrën. Po vajzat ja thyen zemrën djemve ndonjëherë? Ndonjëherë ja thyen, ndonjëherë si e thuaj, se best friendat nuk ja thyen zemrën. Njëri tjetrit. Pa. Pse martohen njerëzit, si mendon ti? Martojnë njerëzit të bëjnë beba, të kenë një better life. Mendon ti që një jetë është më e bukur kur je me një shok sesa kur je vetëm? Po, me një shok. Me një shok është më e bukur, ë? Kur e gjen një princ të kaltër. Kështu mendon që është më e bukur jeta kur e gjen një princ të kaltër, ë? Po. Po mendon që ka dhe probleme martesa, ka dhe halle, ka dhe strese apo? Ka dhe hallë dhe strese. Po kush janë hallet dhe streset e martesës për shkakun se ti ke mamin dhe babin tënd të martuar? A do një gocë, një çun, baby? Apo jam binjak? Netët pa gjumë që ri mami dhe babi kur qanë vlla jot për shembull. Po, kur qanë baby. Po ti çohesh natën e ndihmon mamin e? I këndon vllajt? Mami thjesht e vën gjumë kjanin edhe op, sleep mom that you waited. Më the që mbasi martohen një burrë dhe një grua, lindin bebe the. Si lindin bebet? Një herë ti vizitohesh, pastaj bën ekun dhe pastaj lindën. Po si krijohet bebet e barku mamit? Ka një vezë, edhe ka disa peshq të veq të vogël, edhe ku shkon brenda atje i pari, fiton. Edhe pastaj rritet një gocë ose një çun. Edhe pastaj ajo kordi bëhet, edhe pastaj kur lindën bebi, e heqin atë, edhe çik del bebi. Bëhet lind jeta dhe pastaj krijohet bebi në 9 muajt e barku mamit dhe pastaj del nga ajo dhoma kuqe? Pa. Edhe del te dhoma bright. Te dhoma me dritë. Pa. Edhe doli në ara aty. Kushta e mickonja. Ishte një mickonj këtu? Erdhi ajo mickonja, së të ndahen ty se është muaj puthje sot. Edhe mickonja do të të puthi se e ke gjakun në ëmbël, thon. Shpjegimin më të bukur se si bëhen bebet e ke dhënë ti. Si doktoresh ke folur? Pa. Doktoresha fantazis. Ta ka shpjeguar mami apo babi? E kam shpjegu vet. E ke shpjeguar vetë? Unë car lozja e bëja atë gjën. Cilën gjë? Vizitoja pacientin me ato lodrat. E bëja me ekofalco, edhe pastaj merrja një thik falco edhe e presja barkun. Mos do të bësh doktoresh ti gjë? Jo, të bëj këngëtare. Këngëtare do të bësh. Je shumë thjesht do të loz në një spital të shtëpia me mami dhe me babit dhe me vllai. Të pëlqen ti je e famshme që të bësh këngëtare apo? Po, ti je e famshme si Sabrina, Taylor Swift. Po pse të pëlqen fama? Çdo thotë ti je e famshme. Ti jem milioner, bilioner, ti jem famoze. Gjithë bota të plasi për mua. Ashtu po ti je milioner dhe bilioner, çfarë ndryshimi do kesh? Do ja jem njerëzit që nuk kanë lek dhe i ndihmoj. Prandaj do që ti jesh milioner dhe bilioner, që ta ndryshosh botën, që të varfrit i bësh dhe ata që të jetojnë të lumtur, ë? Po ide shumë të mirë ke. Po nuk mendon që fama është dinë që ke bezdisur, se të lën njerëzit rahat? Jo, nuk ka problem. Edhe kur flasin njerëzit, janë të mirë. Nuk mendon që është jetë koti fama? Jo. Është e bukur. Halketa, të bëj një ad për këto magazat. Po si të ta bësh edin për shembull? Edhe kjo është e hapur, kjo magi Halketi që ka krijuar është në formë black or white. E di ti ç'do thotë inspire? No. Do thotë të frymëzosh.
Really? Yes, ti frymëzosh njerëzit. Ti do t'i frymëzosh njerëzit me këtë fytyrën tënde të bukur me zërin tënd të mrekullueshëm. E dish do të thotë to inspire people? No. Nuk e di çfarë do të thotë to inspire people. No. Do thotë që dhe vajzat të tjera të vogla të duan të bëhen si ti, të flasin si ty, të jenë të bukura ujë sapun si ty, të këndojnë bukur si ty. Ti të bësh një shembull që ato të referohen ty, e kupton? Të ndjekin, të duam të bëhemi si Noara. Pse duhet goca të bëhen si ty një ditë? Duhet goca të bëjnë si mua, që të më bëjnë gjojnë mua, t'ja jepin lekët njerëzit të varfër, edhe njerëzit të varfër të bëjnë mirë, të jetojnë a better life. Pse flet gjysë anglisht gjysë shqip ti Noara? Po unë thjesht e dua shumë anglisht. Shkollën e ke në anglisht që flet anglisht? Nuk e kam anglisht, po thjesht pëlqen anglisht. Po gjua shqipe, shumë e bukur gjua shqipe. Është gjua më e bukur në botë. Të dyja janë të mira. Aha, ashtu mendon, ë? Edhe USA e do Shqipërinë. Edhe USA e do Shqipërinë, po. Shqipëria vend për të dashur, është vend i mrekullueshëm. Ka ndonjë gjë që nuk të pëlqen tek Shqipëria ty Noara? Jo Alketa, e di gjithë Shqipëria më pëlqen mua, edhe Kosova, edhe Durrësi, edhe Lezhë, edhe Berati, edhe në Korç. Gjitha vende pëlqejnë. Shqipëria është dhe atë dheu im. Në fakt Tirana se është tek ajo Sulejman Pitarka adresa. Unë do vi bashkë me Peter Pani si Tinkerbell, do hap dritaren tënde, ma lër të hapur ti mua, ty pak fare dhe do futem tek dritarja, tek dhoma jote dhe do vi të gjekur ti duke e fjetur gjumet dhe do ikim në një fluturim bashkë të dyja në një fantazi. Mirë? Mirë. Ku do shkojmë? Do shkojmë te Tinkerbell's Magic World. Është bukur aty? Po. Kë do takojmë aty? Kë do marrim me vete? Do takojmë Peterin. Do takojmë Tinkerbellin. Tinkerbellin do takojmë Tinkerbellin jam unë pra? Po thjesht. Në botën imagjinare kështë fjalën ti. O Noara, ka shumë njerëz të mirë, po ka dhe njerëz të këqinj. Pse janë të këqinj disa njerëz? Të këqinj disa njerëz se kam parë gjëra në internet, edhe kam mësuar nga njerëzit të këqinj në internet, edhe prandaj disa njerëz janë të këqinj, disa njerëz janë të mirë. Po si të bëjmë ne që në botë të fitojë mira dhe të këqinjt të bëhen të mirë? We need love. Mjafton dashuria mendon ti? Po. Apo duhet i vendosim dhe disa rregulla? Mjafton dashuria e gjithë botës. Thonë që mamat janë krijesat më afër Zotit. Mendon kështu ti? Pse mendon kështu? Edhe babat. Edhe babat janë shumë afër Zotit? Po. Pse imagjinon Zotin ti? Imagjinoj Zotin që t'jenë me flokë të gjata. Është burr apo grua Zoti në Burr. Burr është në mendjen tënde? T'jenë me mjekër gjatë, flokët dhe mjekra t'jenë kafe. Zoti t'jenë me si bëshell, edhe ose me si shil, edhe t'ka një kostum që gjaketi vet do jetë kështu blu, hapur, edhe bluzja do jetë e bardh. Nëse do t'i lutesh Zotit që njerëzit e këqinj të bëheshin të mirë si njerëzit e mirë, çfarë do t'i thojë atij? Zoti do ja thuaja që të bëheshin gjithë njerëzit të mirë edhe të duajnë njëri tjetrin. Fjala jote në vesh të Zotit, Noara. Po. Angjëll i vogël. Je shumë e bukur. Thanks Alketa. Të gjithë do të duan shumë ty mbas Pas podcastit do bëj një foto dhe postoj te Instagrami dhe do thuaj Alketa is the best. Ashtu do thuash o dashuri? Po do ta bëjmë patjetër foto. Një, po do bëjmë 4 foto, mirë? Po 4. Çfarë të kesh dëshirë ti do bëjmë? Se unë të dua shumë. Do bëjmë silly faces, cute faces, happy faces, Ai më mëso një herë angry faces. Më mëso mua një herë, si është silly face? Ta bëjmë unë ashtu? Tjetër. Happy face është. Okej. Tjetër? Angry face është. Cute face. Cute face. Vetëm se unë nuk i kam dhënë vetë ashtu, do doja shumë ti kisha dhënë vetë siç e ke ti. Edhe të jemi cute. Ta kapim shumë afër te kamera dhe të jemi shumë cute. Do jemi cute të dyja? Do kapim vetëm faqet edhe hundën. Kështu? Mirë po e bëj. Shumë cute. Kur një djali flet me fjalë të shëmtuara një vajze, çfarë i thua ti? Se ka dhe djem që flasin me fjalë të shëmtuara. Juve të dy, mos u zinë me njëri tjetrin, po t'jenin mirë, Zoti do ju jepi një jetë të mirë, të bukur, edhe po s'jillesh keq,
Zoti do t'jepi një jetë të keqe. Bravo. Në qoftë se ti shikon që një shok, shoqes tënde i flet me fjalë të këqija, çfarë do t'i thuash tjetër ti atij? Dhe ja thuaj, hey, juve të dy mos u zini. Po ja, ajo shoqja s'ka faj, është ai çuni që është problematik. Ai është mistreci. Qëmi, ti pse pullizon shoqen? Zoti do t'jepi një jetë të keqe edhe ti do bësh me një punë të keqe edhe do marrë 0 lek, do jesh por, do bësh një kështu luftar për jetën. Cilat janë 3 gjëra që ti nuk doja falje një djali? Gjëra që nuk i pranoja unë që do bënte ai çuni ishte të më vrasë mua në fytyrë, Një. Po të më gënjente? vrasë këtu, Ku do të vriste zemrën? po zemrën, Mos o zot i madh zemrën tënde. ose 3 barku, se kur më godit vllajt e barku, o sa shumë dhëmb, një din kishte godis në natën edhe unë qajta. E kuptova. Ishte godis kaq fort, unë e ndjeva dhe stomakun që më dhëmbi. E kuptova. Një shok po të gënjete, do i thoje ti që yes, you're my friend? Still? Jo, Kur një çun nuk mund të jetë tjetër shoku yt, në cilin rast? do je thuaj, it's okay, you have another friend and you have more friends right now. Do toleroje ti, do e hapje rrugën, ë? Çfarë është një gabim tjetër që do bënte ai shoku që ti s'do e kishe më shok? Gabimi që nuk do bënte ishte që më hedhe mua në tokë edhe mua më vraste. Tjetër, Të po të thoshte fjalë të këqija? më thuan të fjalë këto fjalë qijat, do lishet. S'do e toleroje kur, s'do e falje kur, do i thotë ti you're not my friend. Kur. Shumë mirë do bëja. Si mund ta falësh ti? Ti e vaj si ke respekt për veten apo jo? Po. Bravo Noara. Po të thoshte një gënjeshtër do e falje? Never. Jo, never. Bravo. Never. Bravo. Këto janë 3 gjërat. Këto janë 3 gjërat, ë? I gjetëm. E kuptove dhe pyetjen edhe përgjigjet e shumë të mira. Kam shumë respekt për ty. Të lumt Noara. Kështu do të jenë gjithë vajzat si ty. Pa, Dakord? dakord. Mirë. Nëse babi dhe mami jo diskutojnë me zë të lartë, çfarë i thua ti? Unë e thuaj, stop, mos të zini me njëri tjetrin. Zihen ndonjëherë ata? Ndonjëherë zihet se babi del shumë vonë jashtë, po ndonjëherë del për punë. E kuptoj. Ndonjëherë del për punë, ndonjëherë për shokët, edhe ato bëjnë argument thjesht kur del për shokët. Aha, edhe çfarë i thot mami? I tregon vendin? Mami e thonë, jo, po babi e vërtet shumë me zë të lartë, unë e ngjoj që nga dhoma. Po ti nuk e mbledh babin, ti thua duhet të rish me neve tani? Babi, stop. Mos zjeni me njëri tjetrin. Babi ti e ke thënë që ja bërtase mami, që mami nuk po thonte asnjë gjë. Ti shkove me çunat atje natën, ti shpër asnjë gjë. Po ndonjëherë ai shkon për punë. E kuptoj, ti ke shumë të drejtë, babi ka shumë të drejtë, mami ka shumë të drejtë, të gjithë keni të drejtë ndaj do drama. Si do ta zgjidhim tani këtë çështje? Ti ja jepim zemrën nga Zoti edhe të bëj gjithë bota e mirë. Çfarë pyetje do bësh tani? Çfarë pyetje do të bëj tani? Si do zgjidhim çështjen mami, babi dhe Noara? Në orët e darkës kur ti mërzitesh sepse mami ka argument me babin, bën argument te ti dhe babi duhet të dalë se ka punë ose ndonjëherë del me shokët dhe ju mërziteni. Çfarë do të themi babit tënd? Babi, mos del shumë herë me shokët ose bëj shumë herë punë. Ndonjëherë ti thjesht bëj cancel events deri në shtëpi të bësh family time. Babi, mama knows best, po ndonjëherë edhe ti know best. I bëre ekuilibrat, o Noara, e vure peshore në ekuilibër. Shumë mirë, ashtu duhet. Që dhe mami dhe babi ti janë të lumtur. Pa. Ja ke bërë qefin të dyve lum ata për vajzën që kanë sjellë në jetë. Nuk e di çfarë goce je ti. O Noara o yll. Sa shumë njerëz do ta pëlqejnë këtë që ke thënë ti sot. Really? Really, i ke thënë kaq të sinqerta, kaq të bukura këto gjërat. I love you. Të dua. Kur të shkoj në YouTube, do e hap direkt. Edhe do ta shikosh veten aty, ëh? Okej. Po të më bëje ti mua një pyetje, çfarë pyetje do më drejtoje? Pyetjen më madhe që do të bëja, po të shkoje në një shtëpi, do zgjidhje shtëpi që është more expensive apo shtëpi që është më por dhe wrinkled edhe është damaged. Unë do doja shumë që të shkoja tek ajo shtëpia që është pak e varfër dhe e dëmtuar, sepse në fakt shtëpia ime fëmirisë ka qenë një shtëpi e varfër dhe e dëmtuar. Edhe unë e di se sa shumë dashuri kishte brenda aty, megjithëse ishte e varfër. Më pikonte ndonjëherë ujë tek çatia, se çatia ishte e prishur,
Po kjo nuk më bëri mua që të mos vrapoja ambasandrave të mia dhe të bëhesh Alketa që jam sot. Madje më bëri që të kuptoj shumë më mirë fëmijët që nuk kanë mundësi. Edhe do doja shumë që me fuqinë time dhe me mundësitë e mia t'i ndihmoja. Edhe t'i bëja dhe unë të gjithë fëmijët me një shkop magjik që të jetonin të gjithë të lumtur dhe e di si them ndonjëherë unë Ara? 2 ëndra kam për fëmijët. That's so cute. That's so cute, vërtet? Thank you. Po tani nuk e kishe bër atë pyetjen right, do e zgjedhë atë shtëpinë varfër apo shtëpinë me shumë lek? Shtëpinë e varfër. E di pse? Sa ato shtëpitë e varfra kanë shumë më shumë dashuri, kanë shumë më shumë ëndra. Ndonjëherë shtëpitë e pasura janë kështu të ngopur njerëzit nga gjithçka edhe humbasen ndonjëherë dhe lidhjen dhe kontaktin me realitetin. Unë nga që kam ardhur nga shtëpia e varfër e kuptoj më mirë atë shtëpinë e varfër. Plus që kur ke një shtëpi të varfër, e di që të pëlqen ta ndërtosh tull mbas tulle, lule pas lule, si kur ke një qëllim. Edhe unë mora një grosh nga nëna Zeqa, edhe e mbolla atje jashtë një vazo. Ulita e grosha, fasulja? U jisa 2 herë në ditë, 3 herë ose 2 herë në ditë, edhe unë e lash vetëm për 3 ditë, unë harova një ditë, kur e lash për disa ditë e dielli, e di çfarë ndodhi. U rit, tonë të gjethe. Fasulja magjike, ha? Po. Kam bërë këtë eksperimentin, më kujtohet kur isha e vogël, në një pambuk me alkol. Edhe unë mbjella dhe një lëkur lule shtrydhe. E thava pak te era edhe mbolla atje poshtë tani të vritet. Tani është akoma e vogël, është kaq. Të them një sekret të vogël që do ta mbash mend gjithmonë nga Alketa? Që e rëndësishme është që ta kesh zemrën plot me dashuri, të kesh njerëz që të duan dhe njerëz që i do forca. Ajo është gjëja që të bën të pastur në jetë. Po ty për shembull si të pëlqen një shtëpi e bukur apo një shtëpi që edhe po të jetë pak ruin, po ka shumë dashuri ti mund ta ndërtosh dhe ta bësh për prindrit e tu më të bukur? Do zgjedhja atë shtëpinë e varfër. Pse? Sepse hard work and needs effort and effort means all love. Mund të ma përkthesh pak në shqip këtë që the? Po nuk e përkthej dot se unë di disa gjëra në anglisht dhe nuk di të përkthej. Ma thuaj edhe një herë ta përkthej unë atëre? Hard work is the best. Puna shumë e madhe, shumë punë, është gjëja më e mirë që mund të bëjmë. Me shumë përpjekje. Effort makes the hard work even more fantastic and with a bunch of love in our heart. Domethënë përpjekja e bën atë punën e madhe edhe më të bukur, më të mrekullueshme, me shumë dashuri në zemër. Pa. Kjo ishte ideja. Kjo ishte. Pa e ke thënë shumë bukur Minoara. Po si e ka që zgjuar Minoara? Si e ka që zgjuar, ë? Çati artificial intelligence. Artificial inteligencia ti? Ua, dëgjoj, beson ti tek inteligjenca artificiale që do bëj botën më të thjeshtë apo të trëmb? Jo. Çfarë është inteligjenca artificiale për ty? Inteligjenca artificiale gjen pyetje që nuk mund t'i përkthej dot kur mami nuk e ka atë language-in tek përkthimi. Është më mirë të kesh shok një robot apo të kesh një shok të vërtet? Një shok të vërtet. Se robotat janë më useless. Janë bërë me metale dhe kur shkojmë në një punë, ato prishen dhe error edhe prishen. Siç kam parë një film, Mitchell vs the Robots, që kur ajo roboti shkonte një dog, thuante dog, pig, error, loaf of bread. Edhe pastaj prishenin gjithë robotat. Çfarë ka një gjë roboti që s'mund ta ketë kurrë si shokët e vërtet human? Nuk e di. Kjo është një pyetje shumë hard. Zemra. Pra ai s'ka zemër. Po tjetër çfarë nuk ka ai? Ai s'ka? Ai nuk ka trur. Logic. Ai ka një tru tjetër, tru kompjuterik, po nuk ka logjik, apo jo? Po. Kam të drejtë apo jo? Robotat nuk janë vërtet. Pra, cili është gabimi më i madh që bëjnë të mëdhenj, si mendon ti? Gabimi më i madh është një argument që bëjnë të shumë të madh edhe rritet kur plasën edhe pastaj ato ndajnë nga njëri tjetri. Bravo, sa bukur që e ke përshkruar. Që njerëzit mos arrin deri te ky shpërthim i madh, çfarë duhet bëjnë atëherë që ta parandalojnë këtë? Të qetësohen, të bëjnë pak make up with each other edhe pastaj it's all done.
E ke qarë këtë intervistë, çfarë të them unë ty? Më bukur se ti s'ka fol asnjëri Minora. Mund të marrim psikoanalist, mund të marrim psikolog, asnjë nuk i ka thënë më bukur dhe më çiltër gjërat se ty. E kuptua çfarë është inteligjenca dhe çiltërsia e fëmijëve. E kuptuat besoj. Do kemi episod 2 dhe 3 me këtë vajzë, se kjo vajzë do jetë stari i ardhshëm i ekraneve shqiptare dhe unë jam shumë e lumtur që do kemi vendosur një vulë. Më kënaqi. Edhe pyetja e fundit që kam për ty, a mendon se zemra flet? Zemra flet. Nga vinë mendimet? Mendimet vinë nga zemra apo nga truri? Si thua ti? Mendimet vinë nga truri, po ajo lovi vinë nga zemra. Shumë love për ty. Po. Ta kam dhënë unë ty sot. Të kam dhënë shumë dashuri. Ta kam dhënë unë të. Shumë dashuri të kam dhënë se e meriton dhe një gocë e mrekullueshme Talketa ty do të shoqëroj derisa të bësh prezantuese më e famshme shqiptare, se je shumë e zonja dhe e talentuar. Pa. Sepse ti je shumë e talentuar, e meriton. Thanks. Të dua shumë. Edhe unë. Dhe faleminderit që ma bëri Inspire Kidsin kaq të bukur sot. Dhe faleminderit shumë edhe për atë pikturën që më ke vizatuar me duart e tua. Ty do ta ruaj me shumë kujdes. Mirë Nora? Mirë. Do shihemi së shpejti, okay? Pa. Mos mungo shumë gjatë. Bye bye. Bye bye. Love you. Bye bye kids and parents. We love you.